Sot do të ndalemi tek Filipianët, kapitulli 3 siç lexuam së bashku dhe do të ndalemi pikërisht tek vargu 10, që do të jetë edhe vargu ynë kyç për këtë mëngjes. Vargu 10 thot që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij duke u barazuar me vdekjen e tij. Të dish për Zotin apo të njohësh Zot. Pali po thret vëmendjen audiencës në Filipi duke thënë që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes. Tani, pyetja që ndryshon gjithçka. Imagjinoni dy njerëz. Njëri që ka lexuar për presidentin e vendit të tij ose për kryeministrin ose për mbretin, për ato vende që janë monarki. Imagjinoni pra, dy njerëz, njëri që ka lexuar për këtë person të rëndësishëm të vendit të tij. Gjithçka që është e mundur, di gjithçka ku ulet, ku ngrihet, domethënë ose jetën e tij në përgjithësi. Ndërkohë që dikush tjetër është që e njeh atë, ka jetuar afër me të, ka ngrënë ushqim me të, edhe e njeh goxha mirë. Madje siç themi neve, mund të njohim dikë që çfarë i pëlqen, çfarë nuk i pëlqen të hajë, çfarë i pëlqen të pi, çfarë nuk i pëlqen të pi. Pra pyetja është, të dish për dikë apo ta njohësh personalisht të person. Edhe në këtë rast me Perëndin, më falni, Pali, këtë gjë po thret që të njohin ty, të vetmin Zot të vërtet. Kjo është një nga ato pjesë e lutja ku Jezus i bën tek Gjoni 17 dhe gjithashtu ai lutet për të gjithë dishepujt ose për të gjithë njerëzit që do të dëgjojnë fjalën e Perëndisë edhe që të mund ta pranojnë. Edhe Jezus i vazhdon me këtë lutje tek kapitulli 17 duke kërkuar Perëndisë ose duke u lutur Perëndisë që të mund t'i ruaj nga i lig. Kur dia nuk mjafton. Pra, të dish diçka, të kesh një uri për diçka, nuk është një lloj sikur të njohësh një person nga. Kur isha tek shkolla mekanike, neve kishim një zyshe ose një mësuese, nuk e di si i thërrisnin. Presore po. Edhe ajo ishte shumë e përgatitur nga ana akademike, teorike, domethënë për landën që neve kishim automobila, që shpjegonte në detaje përbërjen e motorit. Përbante, domethënë, nga gjërat më të thjeshta deri tek gjërat më të komplikuara. Për shembull, radiatori, freskuesja, pompa e naftës, pompa e vajit, e gjitha këto me radhë. Por në qoftë se ajo do të shkonte përpara motorit të makinës, ajo nuk e kishte iden ku ishte pompa e naftës, pompa e vajit, radiatori. Radiatori nuk ishte gjëja më lehtë sepse është kryesore, po ka dhe që nuk e di. Edhe ajo vetë e thoshte gjithmonë kur shpjegonte shumë bukur, shpjegonte shumë mirë, madje të gjithë klasa, edhe nga ata që nuk thithë. I mësonte 5 gjëra tek lënda e saj. Pra, ajo kishte një urin, kishte dijen, por nuk kishte eksperiencën, njohjen nga afër të motorit të makinës. Edhe Pali këtë po përpiqet të na thotë neve, gjithashtu neve kemi edhe vargje të tjera që na tregojnë pikërisht këtë gjë. Jakobi kapitulli 2 vargu 19 thotë, ore edhe demonët besojnë thotë për Perëndin, thotë dhe dridhen. Madje djalli, demonët e njohin Perëndin më shumë se sa mund ta njohin ne.
se sa njohuri mund kemi ne, se sa dije mund kemi ne. Por dija pa marrëdhënia nuk të shpëton. Jezusi në një predikim ai thot nuk ju njoh kurrë. Pra aktiviteti fetar pa njohje personale është bosh. Këtë gjë bënin farisejt. Farisejt ishin shumë të përgatitur nga ana akademike. Nuk ja merrte dot njeriu. Ishin shumë të përgatitur. Ata ishin e dinin Biblën ose ligjin e Mojsiut nga kohë, e dinin për mas. Ata ishin në gjendje domethënë nëse do të thoje një varg ose një pjesë të ligjit, ato do ta vazhdonin kështu, ta recitonin. Jezusi i thot atyre, por ishin më hipokritët e hipokritëve. Jezusi i krahasoi me varrezët. Ju tha nga jashta jeni si puna e atij gurit, nga jashta jeni i pastër, i gëlqerosur, ose si i lyrë me poj, si mund ta themi, por brenda tha keni vetëm eshtra, kocka, që nuk vlen gjë fundit. Jeta e përjetshme, Gjoni 17:3 që lexuam, është të njohim ty. Njohja është qëllimi i gjithë jetës, pra të kesh një marrëdhënie të veçantë me Perëndin që kalon çdo pjesë të mundshme toksore. Ka njerëz në jetën tonë që neve kemi shoqëri, kemi miqësi, kemi me radhë, edhe neve i zgjedhim ose në bazë të eksperiencave tona me ta, ne zgjedhim dhe çfarë informacionesh të ndajmë. Edhe kjo na bën që të mendojmë edhe pjesën tjetër. Këte kemi miq të ngushtë, këte kemi përkapet për të kaluar kohë. Tre dimensionet që filipianët përmendin këtu, tek kapitulli 3 vargu 10, shkojmë përsëri tek vargu 10 dhe që kemi një që të njoh çfarë? Që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes. Pra e njëjta fuqi që ngriti Krishtin nga varri vepron sot brenda çdo besim. Një besimtar i vërtet është dikush që e ka Zotin me gjithë. Është diçka shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë. Djalli vepron në mënyra nga më absolutet, nga më të sofistikuara në jetën e njëri. Ju kujtohet tek Zanafilla kapitulli 3, vargu 7. Ai djalli nuk bëri asnjë gjë tjetër, asnjë lloj gjëje, as nuk e imponoi, as nuk e forcoi. Ja hapeni tek Zanafilla kapitulli 3. Shikoni çfarë thotë. Le të shkojmë së bashku. Vargu i parë. A ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga të gjithë pemat e kopshtit? Ding 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 ding. Tek pyetje. Dhe gruaja përgjigj, nga fruti i pemëve të kopshtit mund të hanë, por nga fruti i pemës që është në mes të kopshtit të Perëndis ka thënë, mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni. Atë gjarbi tha gruas, ju s'keni për të vdekur. As pak. Por Perëndia e di se ditën që ju do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jenë si Perëndia, në gjendje të njihni të mirën dhe të keqen. Edhe vazhdoi shëndim. Edhe në jetën tonë, ku ne jemi në të njëjtën mënyrë vepron. A vërtet të do prindi ty? Të do babai ty? Të do nana ty? Si ka mundësi që nuk të plotësohen, nuk t'i plotësohen ka të gjitha dëshirat që ti kërkoke, ndërkohë që ti je fëmia e tij, se po ti je fëmia e tij, do t'i plotësonte të gjitha. Edhe Perëndia, solla këtë shembullin me fëmijët sepse Perëndia na konsideron ne fëmijët e tij. Edhe kur vjen puna tek neve kështu themi sot. Arru Zoti, kujdeset Zoti për ne më le. Por e vërteta është ndryshe. Çfarë bëri djalli në këto moment?
futi në zemrën tonë farën e dyshimit, farën e zemërimit. Tek Fjalët e Urta, kapitulli 20, kapitulli 4, se është vargu 24. Thot, ruaje zemrën tënde sepse është burimi i jetës. Dhe vargu më poshtë thot, hiq dorë nga e keqja dhe largohu buzët nga fjalët e çoroditur. Sepse nëse ti do flasësh, siç themi neve shqip, sprapthi, do flasësh gjëra që nuk janë të paqena, janë të pavërteta, ti po e mbush zemrën tënde në zemërim. Pse është kjo e rëndësishme? Pse po e them gjithë këtë? Ti po e mbush jetën tënde, zemrën tënde me zemërim, edhe fillon edhe zihesh, edhe urren njerëzit e tu. Po çfarë bën? Djalli këtë do. Ulet në stol edhe bën diligjendi. Keni para atë në orkestër që ja bën vetëm televizi dur të i shkopat kështu? Atë Mr. Beanin, me keni parë që në një moment ka pa të shkopin e diligentit pa dashi, edhe fillon në los, edhe ata fillon që i bin instrumentave. E njëjta gjë është dhe me djallët, që punon sprapthi, punon për të shkatruar njerëzit e rëndit. Vazhdoni valla. Dhe pastaj, siç bëjmë neve këto bastet, unë vë bast që Altini të fitoj, unë vë bast që Altini do humbi, që me randin e parë. Po pse ndodh kjo? Ndodh që sepse ai këtë gjë dëshiron. Ndërkohë që Perëndia dëshiron diçka tjetër. Tek Efesianët, Pali thot, zëmërohuni thot, por mos lejoni diellin tuaj të perëndojë. Sepse po na perëndoj dielli, çfarë bën? Ikën dielli bëhet natë. Errësirë, nuk shikon asnjë gjë. E keni vënë re sa konfuzë është kur na ikin dritat ose kur fikin dritat bukup direkt? Ti nuk bëhesh më konfuz sikur trullosësh. Këtë do djanë. Ndërkohë që Perëndia është Perëndia e gjallë, Perëndia është Perëndia e drejtë, është Perëndia e vërtetë, është Perëndia i dashur, pani. Perëndia gjithashtu fton gjithë secilin prej nesh thot, eja dhe më një, eja dhe provoje, se sa i mirë është të kesh bekimet e Zotit. Pjesëmarrje në vuajtje. Pse dashka Pali të vuaj? Nuk mund të njohësh dikë pa qenë pranë ti edhe në momente të vështira. Romakët kapitulli 8 vargu 7. Se mund t'i thuash dikujt, se çfarë po ndodh me ta. Kam lexuar dhe unë që këto vujtjet janë të vështira. E kemi dëgjuar këta shkrimtarët që ose motivuesit kur thon 5 hapa ose 10 hapa për të edukuar një adoleshent ose për të patur një marrëdhënie të shëndosh. Ndërkohë që janë ata që nuk kanë fëmijë, janë ata që nuk janë të martuar. Këta kanë atë tendencën që t'japi këshilla sa më të bukura. Por në fakt, ai që ka përjetuar këto, do të flasi diçka tjetër, do të flasi realitetin, që po, është e vështirë, po, ka vuajtje, por gjithashtu ka dhe bekime. Në jetë, Pali e kuptoi shumë mirë këtë gjë, në jetë ka vuajtje, ka dhimbje, por që nuk të çojnë gjykimit. Pali e kuptoi që vuajtjet dhe dhimbjet që marrin përmes Krishtit janë të përkohshme, por që janë fitimet, bekimet janë të përjetshme. Pjesa e parë, 10 vargjet e para tek Filipianët, kapitulli 3, 4 deri në 6, shikoj çfarë thotë. Megjithse unë kam përse të besoj edhe në mish, nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë edhe më shumë. Unë rreth preva të 8 ditë, jam nga prejardhja e Izraelit, fisi Benjaminit, hebre nga hebrejnë, sipas ligjit farese, sipas zellit për ndjekës i kishës, sipas drejtësisë së ligjit i bërë i paqortuesh.
por ato që më ishin fitimi i konsiderohen për shkak të Krishtit dam. Imagjinoni të jetë dikush një i arrirë sot në jetën e vet, të jetë në kulmin të karrierës së tij, me shkollë me gjitha. Edhe Pali ishte një nga këta. E dini, Pali ishte shumë nxënës i përgatitur në kohën e vet. Madje ai kishte edhe një mësues personal për besimin, për ligjin e Mojsiut, edhe ishte shumë i përgatitur, po thuhet se ishte një nga elita e farisejve, e futesh tek drejtuesët. Por kuptoi këtë gjë dhe tha, të gjitha këto janë vlera. Edhe ai e bëri me vepra, duke hequr dorë nga çdo gjë dhe dilte rrugës, predikonte Krishtin dhe bënte tenda për t'u ushqyer. Ndërkohë që hoqi dorë nga privilegjet që ai kishte si një person, si një farise, dhe hoqi të drejtën nga puna, hoqi dorë nga të gjitha ato gjëra. Po të jemi neve sot, po ta shikojmë një person të tillë që të bëj këtë me këtë lloj gjëje, ne do të thomi ka ikur, ka shkarë. Mos ja vini veshin, kështu flet gjithmonë. Por Pali me këmbguljen e tij e ktheu gjithë botën përmbys. Madje erdhi deri në Iliri, në Shqipërinë e sotme, për të predikuar vdekja ndaj vetes, vdekja ndaj egos, krenarisë e dëshirave që na largojnë nga Zoti. Çdo krenari, çdo kryelartësi që lind, çdo ego na largon nga Perëndia. Duke hequr dorë nga gjërat mishore, ne fokusohemi më shumë tek ana shpirtërore. Nuk është gabim që të punosh edhe të ushqehesh, por është gabim që paraja të bëhet Zoti. Ka njerëz që janë vrarë për shkak të paras. Ne vedim shumë ndodh edhe sot. Po kanë qenë vëllezër, kanë qenë familjar, madje ka dhe familje sot që janë në përgjyqje për shkak të paras, për shkak të pronave. Jo është e imja, jo është e jotja, jo është këtu, po është aty. Edhe janë gjithmonë në zanjë. Por imagjino, kështu po vdesin. As morën as gjë, po jeta është e shkurtër, nuk ka aq jetë sa këto 100 vitet e para po luftoj që të marr pronën dhe 100 vitet e tjera ti shijoj. Nuk ka. Prandaj Perëndia thot, hiqni dorë nga këto gjëra, fokusohuni tek unë. Njohja që rrjedh nga marrëdhënia. Kjo fjala hebraike yada nënkupton njohjen më të thellë të mundshme midis dy personave. Eksodi kapitulli 33, vargu 17, Zoti i tha Mojsiut, do të bëj edhe këtë gjë që ke kërkuar sepse ti ke gjetur hir në sytë e mi dhe të njoh personalisht. Dhe fjala njoh është yada, personalisht, do të thënë një njohje shumë e thellë. Madje kjo fjala yada përdoret edhe në fillim ku thot Adami njohui Evën dhe ata ngjizën një fëmijë. Pra është një njohje përtej, është shumë e thellë, është e drejtë për drejtë. Edhe çfarë ndodh? Zoti këtë gjë po na fton që të kemi një njohje personale me Perëndin. Tylla për të patur një marrëdhënie me Zotin është lutja e sinqertë. Zoti e din shumë mirë se çfarë është në zemrën e gjithë secilit prej nesh, por ai dëshiron që neve t'ia themi atij. Po, unë i di, qoftë për një gabim që mund kemi, po unë e di që kam bërë gabim, të lutem o Zot më ndihmo. Të shpenzojmë kohë tek fjala e tij, t'i bindemi fjalës së tij, të adhurojmë Perëndin së bashku ashtu siç po e bëjmë ne, bashkësia, mirësia me njëri tjetrin që neve kemi. Kjo është të duash Zotin pa kushte. Po pse janë të rëndësishme këto? Sepse kur ti vjen ta njohësh Perëndin në këtë lloj mënyre, ti nuk thjesht nuk ke njohuri për Perëndin, por ti e njeh Zotin personalisht.
Pali e konsideroi thot çdo gjë si humbje për shkak të apërsisë së njohjes së Jezu Krishtit. Në fillim, tek veprat e apostujve ne mësojmë që ai e kishte emrin Saul, ishte tek rangu i faresenjve, ishte elita, kishte fuqi të drejtonte, kishte fuqi që të persekutonte të krishterët atëherë. Por merrte letrën, merrte, si thua, si të marrësh një urdhër nga gjykata, edhe të bësh arrestim. Madje ai persekutonte deri në vdekje, sa i rrihte. Në Damas ai pati takim me Krishtin dhe aty filloi gjithë. Aty ishte fillimi i njohjes personale me Perëndin. Ai mendonte se i ninte Perëndin, por në fakt ai vetëm dinte. Ja imagjinoni sikur ti të kesh lexuar për një person, ja ka shumë njerëz që i kanë, nuk e di si mund se shprehen dhe shumë thellë të thonë, e kam idhull të lojtarë, e kam idhull këtë këngëtari. Madje ta që lojtarët e futbollit i kanë shumë fiksime dhe i dinë gjitha gjërat, çfarë ai ka në internet. Për një këngëtar ose ndeshje që i ka bërë. Për gjithashtu për një këngëtar ai di gjitha këngët me radhë. Po kur e takon atë personalisht, përjeton diçka tjetër. Nuk e di, keni vënë re që ka shumë video në internet që qarkullojnë që ku takojnë një lojtar ose një këngëtar që e kanë, ata thjesht dinë për atë. Po kur e njohin, kur e takojnë personalisht, përjetojnë emocione të tjera. Pali tashmë u bë apostull dhe martir i njohjes së thellë me Perëndin. Deri në vdekje, Pali e bëri këtë gjë. Ashtu siç ju thash dhe në fillim për apostujt e tjerë që Jezusi zgjodhi dhe ata vdiqën, pranuan që të vdisnin duke zgjedhur që mos të mohonin që Krishti është i gjatë. Për shembull, Pietri u kryqëzua me kokë poshtë. Gjoni u doq u hap në një kazan me vaj të nxehtë. Pra të gjithë vdiqën. Nga dija në njohje. Pra, kur vjen edhe takon personalisht, ke diçka tjetër, ke një lidhje tjetër. Në njohje personale, sinqeriteti bëhet më i thellë. Pra, mos u lut me fjalë, fol me Zotin si me atin tënd. Pra, kur lutesh, si lutesh? Ta paraqesim kërkesën në dikasterin e lutjeve, apo po flas me atin tim qellor? Bindja ndaj fjalës, kur i bindesh, e njeh vërtetësinë e tij personalisht. Gjoni 14, vargu 21. Pranimi i kryqit, të vdesësh ndaj vetes çdo ditë, është zgjidhje e qëllimshme. Pra ti zgjedh çdo ditë për këtë gjë. Të vdesësh me veset e këqija që të largojnë nga Perëndia. Veset e këqija të largojnë edhe nga njerëz. Ka shumë njerëz që sillen shumë në mënyrë arrogante në shoqëri, sa të gjithë njerëzit zgjedhin që të largohen prej tij ose prej saj, thjesht për shkak të kësaj sjellje negative, arrogante, acaruese, dhe thonë, më mirë larg se sa të prish paqen, të prish ditën time. Ta përfundojmë, çdo ditë jemi përballë zgjidhjes. Të kemi vetëm informacion rreth tij, dija pa marrëdhënie, s'ka kuptim. Ndihesh fat. Ndihesh. Njohja e vërtet është të kesh marrëdhënie me Perëndin, është ta njohësh, ti bindesh Zotit me dashuri, me respekt, me përulje, hyn në një nivel tjetër. Zoti të falë paqe, të falë qetësi, që vetëm Perëndia në fakt di ta jap. Dhe edhe një herë vargu 10, Pali thot, unë përpiqem që ta njoh atë Krishtin dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në vuajtjet e tij. Çfarë do të thotë?
Për shembull, ne mund ta kemi të dhimbshme që të heqim dorë nga gjërat tona e përditshme, por që nuk janë të perënditshme. Ajo mund na japi një dhimbje, një vujtje të momentit, por në fakt po na lehtëson sepse jemi më afër Perëndisë. Që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në vuajtjet e tij. Pyetja është shumë e thjeshtë dhe elementare. Po ti, po unë, po ne, çfarë do të bëjmë? Do të zgjedhim neve të kemi një marrëdhënie me Zotin apo thjesht informacion e kemi radhën ne? Zoti ju bekoft.